Një moment i veçantë dhe i papritur ndodh në shtëpinë e Big Brotherit, kur Gjesti merr një surprizë të jashtëzakonshme nga ajri. Ndërsa ai qëndron i ulur në kopsht, duke mos pasur asnjë ide se çfarë po ndodhte, papritur, banorët fillojnë të ngrenë sytë lart, duke vështruar me habi diçka që po vinte nga qielli. Një parashut zbret ngadalë, duke u afruar gjithnjë e më shumë në drejtim të oborrit të shtëpisë. Banorët e tjerë fillojnë të brohorasin dhe të bëjnë zhurmë nga emocionet, ndërsa Gjesti, i befasuar, ngrihet në këmbë duke u përpjekur të kuptojë se çfarë po ndodhte. "Çfarë është kjo? Kush ma ka dërguar?" pyet ai me një shikim të mbushur me kurreshtje dhe emocion, ndërsa parashuta afrohet dhe zbret butësisht mbi tokë. Gjesti vëren se ka një kuti të lidhur pas saj, e mbështjell me një fjongo të kuqe. Ai afrohet me kujdes, e merr në duar dhe fillon të hap ngadalë, ndërsa banorët e tjerë qëndrojnë rreth tij duke pritur me padurim të shohin se çfarë fshihet brenda. Sa po e hap kutin, sytë i ndriçojnë nga emocioni. Brenda gjen një letër me një mesazh të personalizuar nga një njeri i dashur për të. "Gjesti, vazhdo të jesh vetvetja, të ndjekim dhe të mbështesim gjithmonë. Mos haro që nuk je vetëm." Shkruhet në letër. Bashkë me mesazhin, brenda kutisë ndodhet edhe një dhuratë simbolike, diçka me shumë domethënie për të. Gjesti e lexon mesazhin me zë të lartë dhe ndihet i emocionuar, madje i mbushen sytë me lodhë. Ai nuk mund ta fshehë gëzimin dhe surprizën që i është bërë. Të gjithë banorët e përgëzojnë dhe e përqafojnë, duke e bërë këtë moment edhe më të veçantë për të. "Ky ishte momenti më i bukur që kam përjetuar këtu brenda," thot ai i lumtur, ndërsa e shtrëngon fort letrën në dorë dhe e ruan si një kujtim të çmuar, fort.